Përshëndetje miq të dashur, rujtje sa më mirë. Sot do shpjegojmë disa çaja që na ndihmojnë shumë për orën e tëmbë dhe për burin e tëmbë. I parë fare në përdorim është vaj i pasanit, konsumohet 1 lugë e mesme në mëngjes seso dhe 1 lugë e mesme në darkë para ushqimit, 2 herë në ditë. Produkti i dytë që këshillohet te çdo recetë është propoli simerigon, konsumohet 3 herë në ditë nga dietika bazbuke. Çaj kryesor për tëmbën, do marrim një tenxhere, do e mbushim me 2 litra e gjysmë ujë, fillimisht do zgjedhim vetëm ujin, pastaj do hedhim një paketë të tillë brenda. Përbërësit e këtij çaji janë lule ake, mëndër e but, barblete, gjemgëmari, lule murizi dhe frut murizi. Sot në një vend do shtojmë 9 lugë gjelle çaj uromer. 1 lugë gjelle çaj petadrize, 1 lugë gjelle çaj fjergulli dhe 2 lugë kafe gjemgëmari. Në momentin që janë bashkuar gjithë çajet bashkë, do i lëmë 2 minuta të zgjedhë. Do e fikim, do e kullojmë dhe duhet ta konsumojmë 3 herë ditë nga i gotë 200 ml pas buke. Pjesën tjetër që na tepron e ruajmë deri frigoriferi. Çaj pirë i ftohtë ose i bakës sipas dëshirës dhe ëmbëlsohet si të doni ju. I vetmi çaj që bëhet veç është fara e gjëmbashit. Merr 7 kokra dhe zjedh me 200 ml ujë. Pihet ky çaj, zjedh 5 minuta, pihet ky çaj dhe kokrat ruhen. Zjedh 3 herë brenda një dite. Faleminderit që më ndiqni.